Ne do të vijojmë tashmë edhe me të ftuarin e ditës së sotme. Sot kemi nderin dhe kënaqësi për të ftuar profesoreshën e re të edukatës fizike në shkollën fillore Marko Nucullović në Shtoj, Ardiana Karamanaga, që nga fëmiria ajo është marrë me sport, veçanërisht me karate, dhe tani pasionin e saj e përcjell tek gjeneratat e reja. Mirëmëngjesi Ardiana dhe faleminderit që je sot me neve. Mirëmëngjesi juve, mirëmëngjesi të gjithëve që janë duke na ndjekur, mirëmëngjesi edhe të gjithë popullit të Ulqinit, posaçërisht televizionit e UTA. Faleminderit që pranove ftesën të jesh e ftuar në emisionin e mëngjesit Ditë e Re për të bashkëbiseduar së bashku tashmë për një temë ndryshe, sepse kemi pasur shumë intervista së bashku edhe për, mund të them, hobin tënd që janë edhe pasionin anijet. Kemi folur shumë çka për fillimet tuaja atje, por sot do të ndalemi tek profesioni yt, tek edukata fizike. Na tregoni pak si filloi pasioni yt për karaten dhe të përcolli deri tek studimet e tashmë edhe tek një profesoresh që punon dhe vepron me nxënësit e rinj tashmë. Faleminderit për këtë pyetje. Veçanërisht sporti është një pasion i pandalshëm për mua, prej në kohën e fëmirisë dhe vazhdon të jetë i pandalshëm. Dhe kështu me radhë do të jetë edhe në ditëve të VM edhe viteve në VM. Veçanërisht po flas për taekwondo si taekwondo, si sport. Ke pasur shumë suksese gjatë me kanë ngrit në këtë nivel ku jam sot. Po. Edhe vazhdoj tash ndjeki edhe me radhë, viteve me radhë, për të arritur suksese të mëtejshme, ja sportit, për edukatën fizike. Ajo ishte rëndësishme. Ne dim që shumë herë edhe gjatë karrierës tënde duke u formuar dhe duke arritur tek profesioni yt tashmë si profesoresh ke pasur edhe shumë suksese në taekwondo dhe ke qenë edhe si një farë lloj trajnerje në këtë sport? Po gjithmonë kam qenë aty për mi ndihmu klubet si klub. Po. Edhe pse ja, vazhdon. Si ndihesh tash që arrite që realizove ëndrrën tënde, u bëre një profesoresh dhe punon për ditë me fëmijë dhe mundohesh të ja përcjellësh pasionin tënd edhe atyre? Mos harrojmë që sfidat janë të pandalshme, edhe gjithmonë kam e vazhdu sfida me qenë, se ti sa më shumë që mundohesh me arrit një sukses, veçanërisht me fëmijë, me jam mësu sportin si sport, edukatën si edukat mas pari, ma vonë sportin, i shumë zorë, mi po ka dhe përkrahja dhe prej prindërve. Si ishte fillimi jot kur fillove si profesoresh për të punuar me nxënësa? Mas të harrom se shkolla si shkollë me ka prit, edhe me ka dhëru, si me thanë, një mirëpritje që unë me arrit. Po. Të ka ja përkrahje. Dhe me thanë një përkrahje dhe ajo përkrahje vazhdon të jetë ende sot. Po ashtu edhe nga ana prindërve, edhe tash edhe nga ana nxënësve. Sa është i rëndësishëm ndoshta edhe bashkëpunimi me prindër në shkollë dhe me nxënës? Bashkëpunimi me prindër është shumë i rëndësishëm. Edhe pse ndonjëherë ke situata si edhe nuk i përshtatet ajo çka unë dua me kallëzu. Edhe janë edhe pak edhe kushtet mirë, po kur nisem unë në drejtim pavarësisht çka thot ana tjetër, unë nuk nalem, edhe nuk jam nalt kurrë. Edhe nga ana tjetër, edhe nga kjo anë. Po. Edhe gjithmonë kam me vazhdu me kallëzu kapacitetet pavarësisht situatave, pavarësisht atyne a dojnë ata ta ndëgjojnë realitetin apo jo. Ky është realiteti, dojna me arrit sukses, arrisem, nuk dojna, unë prap kam me vazhdu rrugtimin tem, pavarësisht gjanave tjera që janë mrapa meja. Është vërtet. Ne do të ndalemi pas pak edhe tek shkolla Marko Nucullović, si janë kushtet atje për edukatën fizike, por dua të qëndroj ende tek ti, Ardiana. Më trego si të ndihmoi të formohesh si personalitet që nga fillimi që ke filluar të merresh me sportin e taekwondos, të ka ndihmuar të ecësh përpara, të zhvillohesh edhe si personalitet dhe si është ky lloj sporti? Sporti ndihmon më formu ai person i cili të gjana tjera nuk mundet me t'jap më formu. Edhe sporti ta jap atë forcë, si forca tjera nuk mundet me ta jap. Natyra si natyrë nuk mundet me ta jap, ose ta jap sporti si sport. Sporti ka arritë në nivel botëror,
si Alas ka mrit në shtetin tonë, apo pa ma saktësisht në qytetin tonë, mu kuptu fjala sport. Po. Ama besoj se me ko ka mu kalu. Si reagojnë nxënësit? Është e vështirë të punohet në këtë kohë, në ditët e sotme tashme me nxënës, sepse ne kemi qenë nxënëse vetë dhe dim se si kanë qenë kriteriumet më herët dhe se si janë tani, por sa është e vështirë të punohet me nxënësa në këtë kohë? Mas të arrum se shumit se edukatën fizike e marrin, hajtë se kene edukatë fizike e lumë diçka me tapate. Po. Par une nuk edhe e një gjatë të tillë, edhe nuk jena to edhe ju si mu marrë edukata fizike veç hajtë se kena orë atë dalim me lujtë. Të mos jetë rëndësishme. Dhe me thanë, edukata fizike është njësej si sport, si lanë tjera, edhe si sportet tjera, jashtë edukatës fizike. Edhe normalisht do gjatë cilë lanë duhet mu marrë me seriositet. Keni ndoshta ndonjë projekt apo ndonjë ide që mendoni ju si shkollë edhe posaçërisht edukata fizike që keni dëshirë ta zhvilloni në periudhën e ardhshme? Pa janë, i kemi do projekte, i kemi do ideja, mirë po kemi një problem se shkolla jonë nuk ka sallë, edhe nuk e di si do të realizohen në vijim projektet e ardhshëm. Mirë po kena me batë pa mundurin që deri diko me arrit. Ka gara të cilët marrin pjesë, me atletik, me sporte tjera, me futbol, edhe kena me vazhdu, pavarësisht situatës. Si ja delni që tashmë jemi edhe vim tek stina e dimrit dhe kushtet klimatike nuk janë të favorshme për të zhvilluar këtë lëndë mësimore në ambientet e hapura. Si veproni juve? Pa për shembull, i kemi kushtet me në shkollës janë të mira. Punom edhe pjesën teorike, nga ana projektoreve, punom edhe pjesën motorike, ushtrime motorike të cilët i bëm në klasë, i kemi vejvet edhe pajisjet, edhe mundohen ashtu si me kaluaja pjesa dimërore, i thëmë na, në mënyrë të grotë nga ana fëmijëve. Keni pasur ndoshta edhe ndonjë bisedë apo ndonjë përkrahje nga institucionet lokale për këtë pjesë që të ju rregullohet? Sa i përket nga ana sallës nuk kemi pas, përveç se komuna na ka dhëruar dy sportat të basketbollit, edhe kjo ishte atyra, deri me tani. Përveç shkolla si shkollë, si na ka jap topa, na ka jap edhe mundësi tjera, pa flas për pjesën e shkollës. Sa nxënësa aktualisht janë në shkollën fillore Marko Nucullović? Për momentin i kemi 115 nxënësa dhe falë Zotit çdo vit ka ma shumë e ma shumë. Janë të ndarë në 14 paralele, 6 janë 6 të mësimit të klasor dhe 4 të kombinuar, edhe i kemi 8 klasat të një klasore e cila është parapome. Janë edhe kanë ndoshta edhe të lejtë si e bëjnë transportin, keni ndoshta edhe ndonjë mjet transporti që është i shkollës apo janë të angazhuar prindërit? Po, a kemi transportin shkollor, i cili çdo ditë udhëton fëmijët në pjesën para dite ashtu edhe mbas ditje. Kjo është e rëndësishme që një vajzë e re si ti të ketë ëndrrën të realizoj në realitet dhe më tregot cila do të ishte ajo këshill që ti si profesoresh do t'ja kisha japë edhe vajzave të reja ndoshta për këtë lloj lënde apo edhe që kanë dëshirë të merren me këtë pjesë? Të vazhdojnë të ndjekin ëndrat e tyne, pavarësisht sfidave, pavarësisht fjalëve tona, edhe me arrit atë që kanë qef me arrit. Edhe sportin edhe gjëra tjera. Ardiana, si e shihni të ardhmen tuaj profesionale, më shumë si mësuese, si sportiste, apo të dyjat këto bashkë të kombinuara? Besoj se të dy kombinimet arrisin atë fjalën e plot edukat fizike. Shumë e bukur kjo. Po për fund, më tregot si vijon dita e një profesoreshe të edukatës fizike që nga fillimi i mëngjesit e deri në fund të lëndëve të saj? Prej mëngjesit deri në akşam jam aktive me sport. Po. Me thonë edhe mas akşamit. Edhe non stop jena në lëvizje.
Unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit, nuk dua të marrë më shumë kohë, sepse e dim që tashmë je edhe në shkollë dhe nxënësit edhe ndoshta edhe të presin, por shpresoj që përsëri të kemi intervista së bashku për suksese të tjera, e pse jo edhe të jemi edhe ne atje tek ju për të realizuar diçka të bukur.